Përshëndetje, kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatit një laknur me vetëm 2 kuleç. Krejt çka ju nevojitin prej përbërësve janë 600 gram miell për brumin, 300 ml ujë të ngrahtë, një lugë të gjellës jo plot me krip, edhe pak vaj. Në anën tjetër pra, kom marrë 150 gram me gjalp, edhe ja qesim dikon 50 ml me vaj i përzina. Harqin ju kom të regu se përgaditi për milon prozelet ose spanaqin ose hitrat në friz, që i kom hek prej frizit, i kom zerë dhe i kom lanë me ushkri. Qka i shtoj ekstra është një vezë. Kur i kom përgadit pra bismillah, kur i kom përgadit harqin, aty ka qëllu vezë, kështu që tash ja qesto një vezë, sepse bën harqin shumë të mirë, dhe bismillah po ashtu fillojnë atash me përgaditjen e brumit po ashtu. Tek ujë ngrahtë hedhim kripen, shtojna pak vaj, edhe i përzina, qesim tek milli, përzina brumin në mësej, harqive që shkoti, sidomos për të restoret jo knaqë. Tash të qesim ujën e ngrahtë tek milli edhe shojna mikserin që ta përzina brumin. Harqin e përzina mirë. Edhe e dojna e tash tek gjalpa, shtojna dikon 50 ml me vaj dhe përzina dhja të gjallë hazë. Edhe brumin e kemi përsi. Tash ti e largojna brumin prej mikserit edhe kemi qit pak mirë tek drasa ku edhe ngjeshim po ashtu i ndojna 2 kuleçt. Tash brumin pra kemi qit tek drasa e kuzhinës edhe ngjeshim pak kështu me duar, një brum i butë dhe shumë elastik dhe shumë i mirë po ashtu. E ndojna brumin në 2 kuleç. Se gjithmonë i rrokullisim pra pak tek mirë kështu, ja dhojna format. I mbulojna me një salvet 5 deri në 10 minuta, i lojna pra edhe kuleç që të pushojnë, edhe pse brumi është fantastik i butë. Sidomos për juve motrat fillestare, po ashtu juve motrave që keni fëmijë vegjël, sikurse unë. Patas fëmijë vegjël gjithmonë vjen kollaj edhe qefja me kuzhinë, gjithçka që ka përgatitur, veç fjala po vjen adin për fëmijët vegjël, kush ka për ma shpejt ta prap që shtajmë gjithmonë. Tash t'i lojna pra kuleç e mbuluar për një 15 minuta. 5 deri në 10 minuta të pushojnë. Mbasi kanë pushu kuleçt për 5 minuta, pra shifni të butë edhe shumë elastik brumi, marrim bismillah të holluse edhe i zgjatin 2 kuleçt pra me të holluse. Pasi e kom zgjat pra peten e madhe kështu, e marrim tash bismillah gjalpen edhe vajin që i kom përzi edhe e lyna peten me gjalp edhe me vaj. Andaj e mështjellim edhe peten, e kemi ly. Sikurse kuleçt që kom qit ashtu baklave me 4 kuleç, ashtu i mështjellim pra largojna pak shamir, prap lyna pak. Gjalpë me vaj edhe këtë pjesën tjetër e qesim mbi edhe rapi qesim. Kështu pra dhe kolaçin e dytë, njëjtë sikurse të parin veprojnë. Një herë mështjellim, mandej dytën herë edhe i mbyllim këto qoshet anash. Edhe vazhdojna me kolaçin e dytë njëjtë kështu. Kuleç mundën e milon për një
10 minuta tek akulli, kur është pra gjalpa ose boteri hala i nxehtë kur e keni shkrit. Mundeni me lanë të mbuluar me një qese edhe i lani pra tek akulli qështu të mështjedhur, mbuluar me qese për 10 minuta. Pasi kemi lanë pra për 5 minuta, 10 minuta, që shtash, në frezë të akullit, tashti kuleqt e qesim bit ras të kuzhinës, sepse e kom pas gjalpën po ashtu të nxehtë, që e kom shkri, kështu që ishteni tek akulli. Tashti marrim të hollusen. Tepsin katrore e kom ly me gjalpën që kom përzi me vojnë, edhe e zgjatim për rap petën. Ndryshe kulaqin, duke e zgjatë pra me të holluse. Basi e kemi zgjatë edhe petën, e kemi dhënë formën, tash të marrim bismillah tepsin, e lyër me gjalpë, edhe qisim pra bitën, tepsi, furën e kom shumë në nxehtë, temperaturë 220 gradë, edhe e bojna kështu me kishta petës. Tash e bojna edhe mbushim pra. Bismillah. Hoqim pra mbushjen e trash që është me zele dhe me qep, pra qesim brenda, këtë longun që na mbet pra e lyna përmi laknorin. Ajkën pra që kemi përzi. Pas e kemi qitë tashti edhe mbushin, e marrim tash kulaqin e tyt, po ashtu e zgjatim pra me të holluse edhe qesim mbi harqin. E kemi zgjat edhe kulaqin e dyt, edhe bismillah e qesim përmi. E zgjatim tash tek tepsia me duar. E lyna përmi edhe e fusim e furën e nxehur në temperaturë 220 gradë. Tashti e marrim pra harqin që ka mbet që thash i hulli, edhe pse është i përzim ka pak pra me zele, s'ka tërt, edhe e lyna përmi laknorin.
Tepsin e fusim pra tash në furrën e nxehur, temperaturë 220 gradë. Kështu pra duket edhe laknori, mbasi e kemi pjek për 30 minuta në temperaturë 220 gradë. Është fry edhe del super i shishëm, i rresht, po ashtu e shihni vet. Faleminderit për krahjen që ma bëni, komentet e bukura, nëse provoni lumshin duart ju beft mirë. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them miru pofshim.